A duhet me bë iftar kur bie dielli apo s'ka rëndësi? Dielli duhet me përëndu kur ti ban iftar, por që ti të mos i hysh këtyne keq kuptimeve, e merr takvimin, ma sakt, ma rahat, e kqyr, edhe mbas takvimit ban iftar. Kur ta sheh aty që është shkru koha iftarit, që atër ban iftar. S'ka nevojë ti me kqyr diellin ose me dal natyrë, edhe se kjo mund të sjell komplikime edhe keq kuptime. Ata që janë ekspertë e kanë vendos atë vaktit, Ramazanit, edhe ti në bazë të asaj e ban iftarën. Kjo është ma sakta edhe ma larg dyshimeve, përçamjeve dhe gabimeve. Unë i këshilloj të gjithë vëllezërit dhe motrat që vetë mos mundohen më bë të pavarur në këto çështje. E keni takvimin, vazhdoni me ta, ma mirë, ma sakt, ma sigurt dhe ma qetë për zemrën tuaj.